Dhe fjala për sot është priftëri. Kjo fjalë merr kuptime të ndryshme në kontekste sociale të ndryshme. Sipas fjalorit, prift është titulli fetar më i thjeshtë në kishën e krishterë, dhe personi që e mban këtë titull kryen shërbimet fetare të përditshme. Ndërsa fjala priftëri ka si rrënjë fjalën prift dhe përshkruan veprimtarinë e tij. Por a e dini se Bibla ofron një kuptim më të thellë të kësaj fjale? Na ndiqni në programin e sotëm ku do të zbulojmë më shumë rreth këtij koncepti. Ata që e kanë pranuar Krishtin si shpëtimtar të jetës së tyre, do të gjejnë një inkurajim të jashtëzakonshëm, madje do të nxiten që të punojnë me më shumë zell për të përmbushur thirrjen që Perëndia ka për jetën e tyre. Dhe për ata që ende nuk e njohin Krishtin, shpresojmë dhe lutemi që ky program t'u hap zemrën për të hedhur këtë hap të rëndësishëm në jetën e tyre.